Fillojnë punimet për ndërtimin e infrastrukturës nëntoksore dhe rrugore në fshatin Llaskars të komunës së Sarajit. Bëhet fjalë për ndërtimin e kanalizimit atmosferik, ujësjellsin dhe rregullimin e rrugëve që mbulohen me rreth 243 milion denar apo rreth 4 milion euro, para të siguruara nga thirrja e dytë e kredisë hungareze. Po është projekt i cili garanton zhvillim modern të infrastrukturës në këtë vendbanim dhe zhvillim lokal po të këtij vendbanimi. Pjesë e projekteve janë Ministria e Transportit me 136 milion denar, ajo e mjedisit me 85 milion dhe Komuna e Sarajit me 22 milion denar. Ministria e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor nga thirrja e dytë e kreditit hungares ka siguruar mbi 85 milion denar për të realizuar këtë pjesë të projektit, sepse siç theksoi edhe kryetari i komunës, bëhet fjalë për disa projekte që sot ne fillojmë t'i realizojmë. Ky projekt ka të bëjë me rikonstruimin e disa rrugëve brenda këtij fshati, të cilat në gjatësi totalisht përfshin 4 kilometra dhe janë me vlerë prej 2 milion euro. Përfaqësuesit e pushtetit qendror thanë se në bashkëpunim me pushtetin lokal do të realizojnë edhe projekte të tjera në këtë komunë.